Christian Aslani është pritur ngrohtë te Beşiktashi. Këtë e tregoi dhe episodi I dieshëm pas kartonit të kuq në debutim me vetëm 5 minuta në fushën e lojës. Tifozët e duar trokitën gjatë daljes nga fusha e plert, ndërsa vetë Aslani kërkoi ndjes. Ky reagim unik erdhi disa minuta para fundit me rezultatin që shënonte 2-1 në favor të Beşiktashit. Aslani u huazua nga Interi për të nisur një eksperiencë të re jashtë Italisë. Për mesfushorin shqiptar ishte kartoni I parë I kuq në karrierën e tij, pasi si profesionist nuk e kishte provuar asnjëherë si ndjesi me Empolin, Interin apo Torinon. Në minutën e 82 duhet të largohej nga fusha, megjithatë shija e fitores nuk u largua nga Beşiktashi. 3 pikët ndaj Konyasporit që për më tepër erdhën me përmbysje rezultati, bëjnë që kartoni I kuq të kalojë në plan të dytë të klubit turk. Debutimi I mosfushorit të kombëtares Christian Aslani nuk ka shkuar as pak mirë te Beşiktashi në Superligën turke, edhe pse ka pak orë që është bashkuar me Bardezin të Stambollit. Trajneri I Yalcini besoi disa minuta në ndeshjen kundër Konyasporit të përfunduar 2-1 për Beşiktashin për javën e 20. Aslani u fut në fushë në minutën e 76, ndërsa pas 6 minutash u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes së ashpër ndaj lojtarit rival. Paraqitje për t'u harruar aq sa mediumi I flashscorit nuk I vendosi fare not mesfushorit shqiptar.